abuzimi nga projektimi dhe imponimi i ëndrave dhe dëshirave, pritshmërive të tjerëve tek ne. Mund të jetë një formë abuzimi edhe nëse për shembull ne jemi prindër dhe kemi fëmijë dhe në një farë mënyre imponojmë fëmijëve tanë që të studiojnë atë gjë që ne mendojmë që është më e mira për ne, ose atë gjë që ne kemi dëshiruar por nuk e kemi realizuar dhe duam që ta bëjmë fëmijën tanë për ne, ose nëse për shembull ka një traditë familjare, për shembull familja avokatësh për gjeneratash dhe duam dhe imponojmë që edhe fëmia jonë të vazhdojë këtë traditë duke mos e pyetur fëmijën nëse vërtet e pëlqen këtë gjë, nëse ka vokacion, nëse ka talent, nëse dëshiron ta bëj. Kjo, nëse fëmia e bën këtë gjë, mund të gjendet, nëse nuk e dëshiron, për shembull që të bëj këtë shkollë, mund të ndihet në siklet që ta bëj këtë shkollë, mund ta bëj me vështirësi, mund të ketë stres. Pastaj mund të mbaroj këtë shkollë, të gjej punë edhe të ndihet i burgosur në atë punë, të ndihet që po bën diçka që nuk i përket, edhe mund të mos ndihet mirë në punë, e kalojmë pjesën më të madhe të kohës tonë dhe është shumë stresuese, shumë lodhëse të bësh një punë që nuk të përket, ku nuk ndihesh mirë, që nuk të pëlqen. Kështu që nëse ne jemi prindër që kemi projektuar këtë dëshirë tek fëmijët, apo nëse ne jemi fëmijët që e kemi pësuar këtë projektim të dëshirë, është e rëndësishme që të dim që është të mundur që kjo gjë ta vëdisojmë në rast të parë, por edhe ta punojmë. Është të mundur që neve të ndryshojmë edhe pavarësisht moshës ku jemi, është të mundur që neve të fillojmë një rrugtim të ri, të bëjmë një punë të re, pavarësisht asaj që kemi studiuar, dhe është të mundur që ne të zbulojmë aftësitë të tjera, talentet të tjera, pasionat të tjera, është të mundur të formohemi përsëri dhe të bëjmë diçka që është më në linjë me ne, me atë që ne jemi, me dëshirën e shpirtit, pa frikën se mos e humbim përkatësinë në familje, pa frikën se mund t'i tradhtojmë prindrit tanë e kështu me radhë. Një gjë tjetër për shembull që projektohet është edhe pasionet. Pra, për shembull, nëse prindërit nuk kanë mundur të luajnë një vegël muzikore, nëse nuk kanë mundur të bëjnë një sport edhe e imponojnë këtë gjë që ta bëjnë fëmijët, edhe pse mund të jetë një gjë faktikisht pozitive bërja një sporti apo mësimi një vegle muzikore, por nëse nuk është për atë fëmijë, nëse ai fëmijë nuk e do, edhe mund të gjendet i detyruar dhe mund të pësoj edhe duke zhvilluar një pasion të tillë. Është një formë abuzimi edhe kur për shembull neve i bëjmë fëmijës shumë gjëra, shkolla, kurse, pasione, dhe nuk i lëm fare kohë të lirë, nuk i lëm kohë që të luaj, sepse dhe loja është pjesë e rritjes së fëmijës. Shumë prindër, për shembull kam parë këtu në Itali, i bëjmë fëmijëve ja zën komplet të tërë kohën vetëm me kurse, me pasione, me shkollën, pa i lejuar pak kohë të lirë që ata të luajnë apo të bëjnë gjëra kreative, apo dhe të mërziten në mënyrë që të krijojnë, sepse ndonjëherë edhe mërzitja, pra koha boshe, pa pasur gjëra të tjera për të ndjekur, i ndihmon fëmijët që të jenë më kreativ. Pra nëse ja mbushim plotësisht kohën me gjërat që ne mendojmë që janë pozitive për atë person që të rritin, pa i lënë pak kohë fëmijës të qëndrojë me veten dhe të krijojë, edhe kjo mund të jetë një formë abuzimi. Patjetër që çdo gjë bëhet me qëllimin më të mirë nga prindërit tek fëmijët, kjo nuk vihet në dyshim.